3 fitore të ekipeve vendase, 1 barazim dhe 3 fitore të ekipeve mysafire me 2 gola të shënuar është epilogu i ndeshjeve të javës së 14 në ligën e 2 të futbollit vendor. Shkëndija e Haraçinës ka pësuar disfatën e 2 të radhazi. Pas disfatës kundër Bregallnicës në terrenin vendas, dje pësuan edhe në Novaci me rezultatin 1-0. Pas kësaj disfate, ekipi i Haraçinës mbetet në kreun e tabelës me 32 pikë, ndërsa në gjiron e 15 në cilësinë e vendasit përballet me ekipin Kamenica Sasa. Bregallnica pas fitores në gjiron e kaluar në transfert në ndeshjen kundër Osogovës në cilësinë e vendasit, pritej fitore e sigurt dhe sërish të gjendej në krye të tabelës, por llogaritë e tyre dolen huq pasi Osogova arriti të befasoj Bregallnicën duke e mundur 0-1 në Shtyp. Ngritje në pjesën e epërme të tabelës ka shënuar ekipi i Ohrit pas fitores 1-0 kundër ekipit Detonit Plaçkovica dhe tani me 30 pikë ndan pozitën e dytë në tabel. Rezultatet e javës së 14: Bregallnica Osogova 0-1, Novaci Shkëndija e Haraçinës 1-0, Skopje Golemo Konjari 4-0, Kamenica Sasa Bellasica 0-2, Ohër Detonit Plaçkovica 1-0, Prespa Sloga Vinic 1-2 dhe Vardar Negotin Pobeda 0-0. Pas javës 14, tabelën në ligën e 2 e kryeson Shkëndija e Haraçinës me 32 pikë para Bregallnicës dhe Ohrit që kanë nga 30 pikë.